Por dakord. Sa keq u bë punë. Po ky njoftimi i autoboteve të Vlorës Efekti ishte shumë i bukur. Po nëse nuk them dot as po turp jo vjen. Mesazhet janë shumëta, do përcjellim dhe këtë se ishte shumë e bukur. Po. Dhe pastaj do vazhdojmë me mesazhet. Si thua, më e pak 9-ën, të lutem, se ishte një perl e turpit. Të lutem. Urdhro. Ky është zyrtar nga Ujësiellës Kanalizime SHA Vlorë. Po, Ujësiellës Kanalizime rajoni Vlorë njofton qytetarët se ujin të cilin po e marrin nga autobotet duhet ta përdorin për nevoja emergjente dhe jo për përdorim oral. Këta shesin ujë apo suposta? Jam konfuze. Ju, e para një. E dyta, ju të Vlorës keni në stil tjetër të përdorimit të ujit që se dim ne tjerët? Ne të Vlorës mësoj e përdorim ujin. Ne jam me origjinë nga Vlora, por nuk jam infektuar me atë lloj uji tash. Se ke pasur të ndikon uji në të ndikon patjetër, po nuk po flasim për cilësinë e ujit, po flasim për mungesën e tij. Do të dëshiroja të flisnim për cilësinë. Po çfarë do të thënë për mos përdorim oral? Dhe jo për përdorim. Nuk jo për konsum, e ka shpjeguar në klapa. Ka një didaskali. Eci me mesazhe miq të dashur, vazhdojmë me telefonat madje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi mëngjesi. Si jeni? Mirë, urime për emisionin. Faleminderit. Unë kam 2 ditë që kam ardhur nga Italia, jetoj në Itali. Shumë mirë. Dhe që kur isha me fjalë në Itali, më thonë njerëzit e mi që nuk ka ujë. Po normal. Megjithatë me shpresën gjithmonë, sepse në ujë nuk kemi pasur ç'është drejta gjithmonë, dhe sa që kam ardhur, kjo ka qenë problemi. Ujë, gjithmonë ujë. Unë jetoj tek Sahati. Është një zonë që nuk ka ujë gjithmonë dhe tek pallati jon janë bërë disa bolierë poshtë pallatit, ka më shumë se 2 vjet dhe uji nuk ka ardhur. Unë e kam ngritur dhe një herë tjetër këtë problem, po është e pamundur me këtë diskutosh. Nuk e di dhe sot ne nuk kemi ujë. Ne menduam se sot në mëngjes do na vinte ujë. Po kështu thon. Jo, pra nuk ka ardhur. Ndoshta nga që e kanë blerë në vendin e gabuar, pjesën e gabuar? Nuk e di, ujë nuk kam. Ujë nuk kemi. E fjalë zona është problemi. Nuk është as për të qeshur as për të qarë, po duhet të them vetëm diçka që unë nuk para flas shumë rënd, apo të ofendoj njerëzit, apo të bëj, nuk e di si ta spjegoj. Po. Por me gjithë shpirt po e them, nëse Enver Hoxhën e të roqën zvarr me bus, vlonjatët, Edi Ramën do ta treqin zvarr të gjallë. Okej. Më vjen keq Vlorës, si e ka ta ndisi Vlorën kështu. Dhe nuk është një fatkeqësi natyrale, thuaj Bruna Mersinit, por është neglizhenca e 36 viteve. Dakor. Një ikën, një vin, po si do na vej halli tani. Si do bëjmë ne tani? Ku do ta zgjidhim këtë gjë? Jo, s'ke ku e zgjidh, po se zgjidhen ata. Po kush ata? Personat, ky pra Flowersi. Nuk e kam gjë ndonjë këtë emër. Po ja e pam. Kjo ishte fantastike për mua. Faleminderit për telefonin. Ne gjithmonë do ta ecim me humor, se ndryshe s'kemi ç'a bëjmë. Faleminderit. Ndërkohë 2025 është mëkesë 2013 me këtë që kemi kryeministër, s'kemi parë gjë akoma. Dakor, o yje. Pyetini Badhukun kur mori lajmin për e pandehur me çfarë fshiu lotët, me facolet 200 lekëshe apo me euro 500-she. Gëzuar dhe vitë mbar për të gjithë. Ja ta pyes një sekond. Pyetje një çka ka kjo? Linda. Më do mos ngatro Lindën. Më thot duhet lexosh lajmet. Balluku? Po. S'ka faj shkreta. Si s'ka dalë në lajme më duket sot. Hajde ti shohim një lajmet, cilat janë zhvillimet kryesore.